Mirë se vini në Living Day. Ikja e Shpat Kasapit, këngëtarit të dashur, ka lënë një plak jo vetëm tek familja, por edhe tek të gjithë ne. Na ka dhuruar shumë si artist, por edhe si njeri. Sot, e ftuara ime është halla e Shpat Kasapit, Flora Kasapi, e cila na preku të gjithëve me fjalët e saj të mençura për jetën dhe për ikjen e parakohshme të nipit të saj. Një figurë e dashur në Tetov, e dashuruar pas këngës, ajo është pjesë e grupit muzikor Teuta që konkuron në Albanian's Got Talent. Kam kënaqësinë të ftoj në studio Flora Kasapi. Zonja Flora, mirë se vjen në Living Day. Shumë kënaqësi t'ju mirëpres. Nëse të jeta, kënaqësia e mia. Të herë ka mundësinë t'u them nga afër dhe jo përmes telefonit, më vjen shumë keq për humbjen tuaj. Ne e kemi kujtuar Shpat Kasapin, e kemi folur për të në studion ton. Ai ka qenë miku ynë dhe miku i të gjithë artistëve, miku i të gjithëve që kanë dëgjuar artin edhe muzikën e tij. Si do ta përshkruanit ju Shpat Kasapin? Ta përshkruash Shpatin, më duket duhet të jesh o filozof, o ndonjë psikolog i mirë, o ndonjë... Qak ndonjëherë më shkon mendja sikur kalon një dimenzion tjetër, një parapsikolog. Unë si halla e Shpatit, mund të flas edhe me emocion, sigurisht se po. Shpati nuk u rrit si të gjithë fëmijët. Ai që kur lindi, nuk lindi bep. Ai lindi një fëmijë 6 mush, 6 kilogram. Një fëmijë që ta marrish në krah edhe të kënaqesh me te. E bukura atij që shumë shpejt u zhvillua. Që në moshën 3 vjeçare, i ndjeri vllau im Naim Kasapi, që e dishte artin shumë, e preku atë se ky ka një talent të ndryshëm. Ne kur mlidheshim si familje, se përpara kanë qenë familjet më të mëdhaja, më të bashkuara, me keqardhje sot nuk është, Shpati e kapte një kënd atje ku i pëlqente atij dhe fillonte. Çka ishte e bukur e atij se e deshte lekun shumë, deshte t'ja paguajmë. Çfarë thua? Në fakt në studio më ka pohuar një episod që ka bërë biznes që i vogël, sepse donte lekun shumë. Ka shitur kokoshka. Aq i pa mbarun se që kokoshkat kur i ka shitur, po edhe punëtor merrte. Domethënë ky ishte ai pronari, Të gjithë e deshën shumë. Nuk kishte asnjë person që të mund të thonte një fjalë ndryshe në ikjen e tij. Dhe të gjithë kishin një dhimbje shumë të madhe për artistin që ishte, për njeriun që ishte dhe për atë buzëqeshje që vetëm në atë portret e pam për gjithmonë dhe nuk humbi asnjëherë. Sigurisht që ne do të udhtojmë sot në kujtime edhe do të kemi copëza historie për të rrëfyer e pyetjen e dytë që do të drejtoj. Jam përpjekur që përgjigjen e saj ta gjej edhe përmes filozofëve, psikologëve gjithashtu. Sa e madhe është dhimbja? Për ju, sa e madhe ka qenë dhimbja e humbjes së Shpatit? Unë nuk e di sa e madhe. Shumë. A përcakton kjo fjala shumë atë çka unë dua ta them? Në mbrapa vit tek heshtja ime, kjo e madhja kur e them unë e madhe, është shumë më e madhe. Unë nuk dua të ndaj mëshirë, nuk dua lëmosh, nuk dua askujt t'i them se unë dua ta përkujtoj Shpatin për dashurinë dhe për virtytet e atij që kishte, që kur nuk seleksionoi njëri, njëherë nuk e kanë dëgju të kritikon Brunën, apo tjetrin, apo tjetrin. Të gjithë ishin të mirë. Si cili në mënyrë të vetë, për Shpatin ishin të pranueshëm. Në fakt, u a bëra këtë pyetje sepse
Ju jeni në pozitë shumë të vështirë, flisni për humbjen e nipit tuaj dhe për humbjen e vllajt tuaj. Pra janë dy breza të cilat kanë humbur dhe ka humbur babai i Shpatit, që është vllai juaj, është humbja e Shpatit, e Befte dhe e papritur gjithashtu. Dhe unë dua të kuptoj si e gjen forcën njeriu për të ecur përpara. A bën të ndalem pak e vllohim? Unë nuk kam qenë këtu, kur vllau ka ndru jetë. Dhe të shmarish rrugën të vish nga Zvicra për në Shkup. Hypja në aeroplan ishte shumë e ngurët. Gur. Edhe unë i them vetes, Flora, ti shkon ke vllau. Amo ti e gur. Si ka mundësi? Empirë, emocionalisht. Total jashtë vetvetes. Në momentin kur stjuardesa paraqiti uljen në Shkup, ta them me fjalë kotësh, musi kur ma shtypi butonin e asaj që më ishte mbledh gjatë rrugës edhe aty shpërtheva. Aq shumë shpërtheva se që i ditë aeroplani u ndal dhe na e hapi rrugën të gjithëve dhe ke pas kontrolli nuk na ndaluan dhe kështu. Erdhëm në Tetov. Hyrja në dhomë ishte nona mbi djalë. Nuk desha të dal nga shtëpia. Më dukeshte sikur bëj një faj. Po pse e bëj fajin? Po na imi e deshte jetën shumë, e deshte të bukurën, po ne nuk dim të jetojmë, na dukeshte se s'dim të jetojmë. Dhe fakt është ajo, se kur të humbër një njeri i cili e ke në krye të vendit, për çdo gjë, ti ndjesh e cunguar. Dita në ditë, kjo po shtoheshte. Dhe aspekti psikologjik filloi të rëndohet pak më shumë, duke pas punë me psikoterapeute e kështu me radhë, mbi në kontakt me njenin edhe i them unë s'poja dal mirë. Tha pyete veten, Flora, pyete veten pse dhe si dhe çka. Edhe unë ndala, si pas asaj këshillës edhe e pyeta Florën, Flora, ti don të kalojsh namshim si vllau yt? A ke atë lloj impakti për të shkuar ashtu? Jo. Do kesh kaq njerëz ti që s'të njohin këtu? Jo. Po pse bën kështu? Ti e qanë veten apo e qanë vllain? Domethënë, edhe ai ku në një autoritet shumë të lartë, që unë besoj se 25 vite të flasish për Naim Kasapin, një gjysmë fjalë negative nuk e gjen. Dhe kjo përplasja, domethënë shif 25 vite më vonë, në kulmin e asaj, ikën djali ati. Jo e dhimbshme. Nuk kam fjalë, dhimbja, kot është të thush dhimbje. Dhe forca për të vazhduar. Unë nuk vi këtu pse kam qef, Bruna. Por unë dua që mesazhi i Shpatit të jeton gjatë, se njerëzit po harroshkan. Nuk është i vetmi ai që ka i kshu edhe i ri edhe ka më të ri edhe unë dua t'ja zgjas këtë pjesë. Dhe prandaj jo gjithkujt jam përgjigjshme po. Cili është kujtimi më i bukur që ke me Shpatin? Si hall? Përqafimet me Shpatin janë të shti mbylli syt une të paramendoj Shpatin. Përqafimet e ati rrallë kush mund t'i bën. E mbaj me ndërth njerë në Zvicër me të ëmën, por rinjim bashkë, këndek, dhe për një moment kishte një zbritje 70%. Edhe më thëtë mu këshu, a luq? Më thëmë, ha? Sa, më duket se ka një 70% zbritje që e ka i diqani. Loq ka halës, po si jo, si e ke halin, tha, për qku? Thash Shpat loqka ime se je yll, futu aty dhe zgjith. Si e mendojshtë? Me zgjith.
Se e bëjmë në llogarinë tënde, thash pa. Hallush tha je sigur, se hallush më thirrte. Po le ta them akullin, thash punë e madhe, si nuk je për ditë këtu. Mbushe madhe, mbushe, si lirë, lirë, po ato 5 nuk bëjnë 25, bëjnë shumë, po s'ka lidhje, kjo është shumë e vockël për atë. Dhe mbarrum edhe ertë dhe jam bëm ca muhabete aty koti, dhe kur dulëm, nuk e harroj. Shqitoria ishte madhe dhe koridori për të dalë është me ato... Edhe ne të dy unë dalëm aty ku mbyllet dera. Dhe ashtu unë dalëm se që për qafimin në përplasi dera. Edhe unë i them, shpat, a ndjeve diqka? Po jo, tha, qatë ndjetha, i mora gjitha të teshat, kom ty për qafe, tha, qatë a ndje? As unë, thash, nuk e ndjeva Luqi. Dhe dolëm duke qeshur, dhe kemi qesh deri në shtëpi për përplasjen. A i dinte ta pën një gjë të bukur kot. Edhe kur ishte një incident që ndodhte, dinte ta kthente në një situatë bukur. Pa, jo ishte ma e bukra, se aksidenti po është i bukur. Se e bukra rrin vetë, mëj. Për kurat që ne themi e keqe. Nuk janë të këqia, ato janë përvoja. E bonte të bukur, mëj. I jep të sharm. Ju keni patur një fjalim me një ngarkesë të jashtëzakonshme emocionale në momentin e homazheve të Shpat Kasapit. E shkëpusim disa fjalë edhe i shohim. Këtë duash, çka të duash? Që dishëm si kjo ka një fund me. A e vëreni se Zoti do të mirë. Mund të jetosh 100 vjetë, po të mos kesh jetuar fare. Dhe Shpati me 40 e veta jetoj 3 fishin e jetës vetë. Unë mendoj se në këtë botë me fera shumë, a i lindi një lule aq e bukur sa që ferat nuk e duruan. Dhe prande iku. Dhe zoq të vdesin duke fluturuar. Dhe ky jetoj me një shpejtësi, me një zhurmë, dhe u largua nga kjo botë me një qetësi të shkurt. 40 vjet jetoj me zhurmë, dhe 5 minutat e fundit i kishte shumë të qeta. Dhe kjo është që duhet respektuar. Një moment që është e vështirë të gjesh fjalët e duhura. Jash vetës kam qenë. Nuk e dija që kam thënë. S'ishe e përgatitur fare. Vetëm që më thanë hallë e Shpatit. Unë isha blok. Po ja që i kisha godit do fjalë. Dhe nuk kam gënjy. Jo. Fjalët e zemrës, ato që ju keni ndjerë, dhe mesazhi që keni dashur të përcjellni për ata që ishin të panumërt në homazhet e Shpat Kasapit. Zot, unë them kështu, po të mos ishte besimi në Zot, në Krijuesin. Nuk e di si do t'ja dilshim kësaj pjesës. Beso, me shpirt ta them. Por kur e mendoj se ne biletën e kemi në xhep, Po. Në xhep e kemi të gjithë. Gjithsecili. Momentin e di. Kur e mendoj se në një botë të përjetshme, që nuk ka fund dhe kjo ka një fund, them, atëherë më duket se është e përballueshme nga se ti e pret kur do ikish. Për ndryshe, unë habitem me njerëzit jo besimtar, materialist që janë, ku di çfarë janë, se di, mos gaboj dikund, pa besim. Kush të krijoi? Nga erdhe? Dia, dashuria, a kanë fund, mëj? S'ka. Ama kjo jetë ka një fund. Por pse nuk ndalesh? Unë kam një problem këtu me vetën, jo me të tjerët. Ndoshta edhe gaboj, por kishte shumë tituje, ku ta di se që halla, ka thonë, ka bo. Nuk kam rejt halla, se ne të gjithë ndonjëherë gabojmë. Edhe unë nuk e di a ka ndonjë njëri që është 100% i mirë. Ke ndëgju dikund? Jo. Të lutem.
Unë them gjithmonë 50-50, por në varet ti çka don nga jeta, të bukurën, të mirën apo këtë tjetrën. Që kemi edhe njerëz të cilëve e keqja u duket e mirë dhe kënaqen me atë. Ama ato e shohin si të mirë, pse ti e shef si të keqe, është problemi yt. Këtu jam pak herë ashpër më duket vetja herë, po shumë objektive jam, nuk flas për vete. Jeta është për ta jetuar, mëj. Sa, po nuk e dim. Jetoje. E djeshmja, iku, është një histori. Sot, ja ku jemi përballë. Ky është realiteti jonë. Jemi përballë dhe bëjmë një bisedë, siç nuk do ta kishim imagjinuar, për të kujtuar nipin tuaj Shpat Kasapin. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në bisedë. Faleminderit.